Divjaka vazhdon të konsiderohet si një ndër destinacionet më të kërkuara turistike në Shqipëri, sidomos për pushuesit që kërkojnë natyrën, qetësinë dhe përvojë autentike pranë parkut kombëtar Divjaka Ravasta. Prenotimet për sezonin veror 2025 në zonën e plazhit kanë nisur që në fillim të qershorit, ndërkohë që bizneset vendase po përgatiten në shtimin e kapaciteteve pritëse dhe përmirësim të cilësisë së shërbimeve. Strukturat akomoduese si hotele, resorte dhe guest house janë shtuar këtë vit duke i dhënë një tjetër ritëm zhvillimit turistik të zonës. Në fokus është shtimi i shtretërve, rritja e cilësisë së shërbimit, infrastruktura e përmirësuar në bashkëpunim me autoritetet vendore. Divjaka Resort, një nga strukturat më të mëdha dhe moderne në zonë, konfirmon përmes menaxherit të saj se ky sezon po shënon një rritje të ndjeshme të kërkesës. Turistët vendas dhe të huaj po preferojnë gjithnjëherë më shumë Divjakën për pushime për shkak të natyrës, pastërtisë dhe qetësisë që ofron. Plazhi i Divjakës karakterizohet nga bregi i qetë, pamje të lundruese, ambient familjar dhe relaksues, lidhje direkte me natyrën dhe ekosistemet unike të parkut kombëtar. Një faktor i rëndësishëm ka qenë furnizimi i pandërprerë me ujë të pishëm, fal ndërhyrjeve të Drejtorisë Rajonale të Ujësjellës Kanalizime Lushnjë Divjak vitin e kaluar, duke garantuar kushte optimale për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë verës. Sipas bizneseve akomoduese në krahasim me vitin e kaluar, numri i rezervimeve është rritur ndjeshëm dhe trendi është pozitiv për gjithë sezonin. Divjaka po kthehet në një pikë të rëndësishme të hartës turistike shqiptare me potencial të jashtëzakonshëm për turizmin natyror, bregdetar dhe të qëndrueshëm. Rritja e kapaciteteve akomoduese dhe përkushtimi i bizneseve vendase po japin rezultat, ndërsa turistët po i përgjigjen me interes të lartë. Atëherë, prej pak ka nisur sezonin veror 2025. Ne shikojmë gjithmonë në rritje punën këtu, përgjithsisht sa vjen e shtohet interesi mbi të gjitha i huajve për Divjakën si destinacion. Gjithashtu vëmre, në krahasim me vitin 2024 kemi një rritje të kërkesave për akomodim në hotelin tonë. Nga janë ata që kërkojnë të akomodohen në hotelin tuaj? Atëherë, përgjithsisht janë turistat vendas, të cilët më shumë e frekuentojnë përfundjavë, po janë të mëdha kërkesat dhe nga jashtë. Kemi shumë turist çek, polak, gjerman, italian, pothuajse nga të gjithë vendet e Europës. Çfarë ofron Divjaka Resort për turistin? Atëherë, Divjaka Resort është më i madh në zonë, këtu ka një shumëllojshmëri aktivitetesh, kemi pishin, kemi beach barin, kemi hoteleri, me pak fjalë çdo gjë që mund të kërkoj pjesa e turizmit. A ka turistë që rikthehen për së dyti apo për së treti në resortin tuaj? Po, patjetër. Pjesa më e madhe e klientelës tonë janë njerëz që janë rikthyer. Kanë ardhur dhe kanë provuar, kanë mbetur të kënaqur dhe janë rikthyer përsëri.